Rrëfimi i Selinit për raporti me Gimbon ka sjell një tjetër dimension emocional brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Duke treguar se me strategjive, debateve dhe tensioneve të lojës, ka ende vend për lidhje të sinqerta njerëzore. Në një bisedë të hapur, ajo është ndalur gjatë të marrëdhënia që ka ndërtuar me të, duke e cilësuar si të vetmen lidhje korrekte që ka arritur të krijojë në ambientin e izoluar të shtëpisë. Sipas saj, raporti me Gimbon shkon përtej bashkëjetesës së zakonshme mes banorëve dhe ka një natyrë më të thellë, më të pastër dhe më pak të ndikuar nga loja. Me Gimbon, mendoj se është e vetmja marrëdhënie korrekte këtu brenda që kam patur ndonjëherë. Kur jam me Gimbon mendoj që jetoj, shprehet Selin, duke lënë të kuptohet se prantia ajo ndjehet më lirë emocionalisht dhe më pak e ngarkuar nga presioni i formatit. Ajo thekson se në momente që kalon me të, arrin të shkëputet nga strategjitë, aleanca dhe dinamika e fortë e konkurrencës, duke përjetuar një gjendje më reale dhe më njerëzore. Banorja flet gjithashtu për një kimi të fortë mes tyre, që sipas saj nuk është e sforcuar dhe as e ndërtuar për sy të publikut. Ajo e përshkruan Gimbon si një djalë me vlera, duke nënvizuar respektin e madh që ka për të. Një detaj që e bën të veçantë në sytë e saj është fakti që ai është shumë detajist, një tipar që Selin duket se e vlerëson shumë, pasi tregon kujdes, vëmendje dhe ndjeshmëri. E kam shumë për zemër, shton ajo me sinqeritet, duke e bërë të qartë se lidhja mes tyre nuk është thjesht shoqërore, por mbart edhe një ngarkesë të fortë emocionale. Ky deklarim ka ngjallur menjëherë interes, pasi në një lojë ku shpesh raportet vijnë në dyshim për shkak të strategjisë, Selin po e paraqet këtë marrëdhënie si diçka autentike. Mbetet për tu parë se si do të evoluojë ky raport në vijim, dhe nëse ndjenjat e shprehura do të forcohen apo do të përballen me sfidat që sjell dinamika e shtëpisë më të famshme në vend. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.